A një morë vesh një farfur konkretisht me PDK-n, qysh keni me vepru lidhur me kodin civil? Ishti këto edhe domethënë edhe udhëzimin administrativ për mbulesën që se fillesë, nëse nuk jam gabim, është pikërisht prej një ministrit të PDK-s. Asnjë iniciativë ligjore e cila mbien ndesh me çfarë do lloj parimi apo çdo tentative cënimi të familjes tradicionale nuk mund të niset pa dakordim plot me neve. Kjo është marrëveshja e përgjithshme, pastaj janë specifikuar edhe çështjet për të cilat jemi të dakorduar. Domethënë nëse na ishim angazhuar, ishim bë pjesë e një gares politike, duke pranu çështje për të cilat jemi largu prej pushtetit, domethënë kish me qenë një përfaqësim politik më i ndytë që kishte ndodhur ndonjëherë në historitë e Republikës Kosovës. Që na jemi largu prej një pushteti, duke mbrojt parimet, duke mbrojt familjen, edhe angazhimi jon, edhe koalicioni për familje, edhe këtu është për mbrojtje të familjes, angazhim për rujtje të vlerave edhe traditave të cilat i kemi si shqiptar, por edhe si njerëz në përgjithësi pa marrë parasysh. Kështu që këto çështje do të thotë absolutisht që nuk do të inicohen edhe nuk do të angazhohet për to në mënyrën qysh kanë qenë të ardhura në qeverisin e kalume, mirë po çdo inicim edhe i kodit civil, edhe i ligjeve siç ka qenë fertilizimi, ligji për gjendjen civile, kanë më qenë ligje që fillimisht do të kemi dakordim plot mes antarëve të koalicionit, në këtë rast PDK-s edhe neve si grupi deputetëve, pastaj të inicohet. Këto çështje janë shumë thjeshta kur ka vullnet me u rregullu, te kodi civil kanë qenë dy nene që duhet largohen, edhe pastaj të tjerat janë pjesë e lehtësimit të procedurave gjyqësore, sepse mbi 90% ajo janë ligje ekzistuese, nuk ka asnjë ndryshim nga ato të cilat implementohen edhe zbatohen. Thjesht nuk do të ketë martesë burr me burr në kodin civil, nuk do të ketë mundësi me ndrru gjinin çdo 10 vjet që ka propozuar vetëvendosja, nuk do të ketë me lind fëmijë, fëmia mos me ditë kone ka babë, kone ka non. Domethënë këto janë edhe kritere, edhe kushte, edhe do të jetë angazhim, sepse përndryshe nuk ka kuptim angazhimi jon politik.